në Surrel. Edi Rama ngriu. E ky që dje podcast në ti mashtrojnë, se qeli një fjalë goje. Publikoj një artikull me emrin e dy mashtruesve ordinerë të ti, Endri Kajsiu, në cilin thoshte, jo, mos kujtoni se jam Maduro, sepse Shqipëria nuk ka naftë sa Venezuela, sepse Shqipëria kështu ashtu, tani u themu ju. Pse ky është Maduro? Pse ky është Maduro? Sepse ky, një lloj si Maduro, ka shtuar zgjedhjet e farës elektorale, mandatet e tij qëndrojnë mbi krimin, ka marrë mandatet opozitës. Ky është një lloj si Maduro, sepse ky është i lidhur direkt me kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Ky kontrollon me frontropjat e tij shqipimin e kokainës dhe tregën e saj në Europë. Ky është sa Maduro për shqiptarët, sepse nëse Maduro ka për zarma vendi i tij 20% të popullatës me varfëri dhe mjerim, Maduro ka për zënja Shqipëria 40% të popullatës. Ky është më keq se Maduro, sepse nëse Maduro preferon të dhaj pijet e forta, ky preferon verat 33.000 euro shishën. Imagjinoni ju, imagjinoni se që shtyri. Dhe me lirgat e ti, vjen qindra milion euro në akshi, i shtuk ato në drejtime krejt të paditur. Në qoftë se Sicilia e Maduros mirë të taksa për avion të drogës, Olsira i Maduros instalon të fabrikën e parë të drogës në Zibrak. Miq, a e kuptoni pra pse thoshte ky sot dje në artikull, mos kujtoni se jam Maduro, mos kujtoni se jam Maduro. Jo, je Maduro. Natyrisht